Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbreti i shkopinjve, 3 monedat, asi i shkopinjve, kalorësi i kupave dhe 2 kupat që ranë të treja së bashku. Java nis me mbretin e shkopinjve, që nënkupton se ju vendoseni në një energji vetbesimi, energji leadershipi, energji karizme dhe iniciative. Duket sikur jeni më të gatshëm ose më të gatshme të veproni dhe të merrni drejtimin e jetës suaj. 3 monedat tregon bashkëpunime, mbështetje ose njerëz që vlerësojnë atë që sillni. Asi i shkopinjve sjell një fillim të ri, frymëzim ose entuziazëm për diçka që ju motivon. Kalorësi i kupave dhe 2 kupat e zbusin energjinë, duke treguar afrim, mirëkuptim dhe lidhje pozitive me njerëzit përreth jush. Kjo mund të jetë një javë ku ndiheni më të hapur emocionalisht, ose për disa nga ju, ndoshta mund të merrni një xhest të bukur nga dikush, ose mund të ndodhë edhe anasjelltas. Kartat këshillojnë të veproni me besim, por unë gjithashtu do të thoja të lini vend edhe për zemrën tuaj që të flasë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi i shpatave, 6 kupat, 7 shpatat, asi i monedhave. Në familje, kalorësi i shpatave nënkupton komunikim të shpejtë, diskutime ose situata që mund të kërkojnë reagim të menjëhershëm. 6 kupat sjell kujtime, familiaritet, nostalgji ose çështje që mund të lidhen me të kaluarën ose me njerëz nga e kaluara. Mund të ketë rikthim të një teme ose rikthim të një personi ose rikthim të një situate të vjetër në familje. 7 shpatat kërkon kujdes. Nuk do të thotë domosdoshmërisht mashtrim, por më tepër duket si mungesë transparence, ose sikur ka strategji, ose sikur ka gjëra që nuk po thuhen plotësisht. Unë personalisht mendoj se 7 shpatat mund të përfaqësoj mendime, shqetësime ose plane që po mbahen për vete për momentin, jo nga qëllime të këqija, por nga nevoja për reflektim, nga nevoja për qetësi, nga nevoja për ruajtje të ekuilibrit familjar. Pra ju ose dikush në familjen tuaj, por unë mendoj që mund të jeni ju, pra dikush po zgjedh heshtjen dhe maturinë për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin në familje, që nuk është gjë e keqe kjo. Asi i monedhave në fund është shumë pozitiv, sepse tregon se pavarësisht paqartësive, ekziston potenciali për stabilitet. Mund të ketë zgjidhje ose një fillim të ri më të sigurt. Kartat këshillojnë të mos i detyroni përgjigjet. Jepuni kohë gjërave të sqarohen natyrshëm dhe ruani qetësinë në komunikim. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 shkopinjt, 9 kupat, 5 kupat, mbreti i shpatave. Në dashuri, 6 shkopinjt dhe 9 kupat janë karta shumë pozitive, sepse tregojnë vlerësim, dëshirë, kënaqësi dhe ndjenjën se diçka po ecën në drejtimin e duhur. Por më pas shfaqet karta me 5 kupat, që sjell një notë të zhgënjimi ose keqardhjeje. Dhe kjo mua më jep ndjesinë se pavarësisht gjërave të mira që ekzistojnë, vëmendja juaj mund të përqendrohet te ajo që mungon ose te një plagë së kaluarës ndoshta. Kjo kartë specifikisht për ju tregon trishtim për mënyrën se si mund të jetë zhvilluar një marrëdhënie ose një mundësi në dashuri që dikur mund të ketë sjell shpresë dhe emocione të forta. Por mbreti i shpatave në fund sjell qartësi dhe racionalitet. Mbreti i shpatave nuk lejon emocionet të marrin kontrollin.
pra ai nuk manipulohet nga ndjenjat. Duket se kjo javë ju sjell mundësi për gëzim dhe vlerësim emocional, por gjithashtu kjo javë ju thërret të lini pas zhgënjimet që nuk ju lejojnë të shihoni plotësisht të tashmen, sepse vetëm kështu mund të ecet plotësisht përpara. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një zhgënjim i vjetër t'ju verbojë ndaj asaj që po shkon mirë sot. Kalojmë tek puna. Në punë kemi gjykimi perandori, dy shkopinj të 7 kupat. Në punë, gjykimi tregon zgjim, ndërgjegjësim dhe momentin ku duhet të merrni një vendim bazuar në atë që keni mësuar deri tani. Perandori sjell strukturë, autoritet dhe kontroll. Ju kërkohet të veproni me disiplinë dhe strategji. Dy shkopinjt tregon planifikim për të ardhmen, ndërsa 7 kupat sjell shumë mundësi ose alternativa. Unë do të thoja që sfida këtu është të mos humbni në fantazi apo opsione të pafundme, sepse jo çdo mundësi është po aq e vlefshme apo aq e bukur sa duket. Kartat këshillojnë të përqendroheni te ajo që është e arritshme realisht dhe mos e shpërndani energjinë në shumë drejtime. Kalojmë në prisëm orakull ku kemi ekuilibër, balancë. Ekuilibri ju kujton se gjithçka këtë javë kërkon masë dhe harmoni. Në dashuri, mos lejoni që e kaluara të mbizotrojë të tashmen. Në punë, mos u humbni në mundësi të shumta. Në jetën personale, balanconi veprimin me reflektimin. Paçim.